الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد تندروا الجماعة jemi në gjumane të tretë të muajit të Ramazanit, ku lutim Zotin e Madh Xhelle Xhelaluhu që pjesa e kaluar të jetë regjistruar e pranuar te Zoti i Madh te bareke ve teala. Lutim Zotin e Madh Xhelle Xhelaluhu gjithashtu që Allahu të na jep udhëzim dhe të na jep mbarësi dhe vullnet dhe shëndet për ta mbush pjesën e mbetur me adhurime, duke lutur prej Zotit të Madh që t'ia qellojë në natën e Kadrit ya Rabbal Alamin. Të nderuar xhamat, një pikë të cilën duhet të përpashkohemi fillimisht dhe të jetë premisa prej ku nisemi. Fillimisht, si cili musliman do të merit se qëllimi i agjërimit nuk është vetëm me nejt und. Nëse nuk mundet me e kuptu këtë pikë, atë ka më usill në rreth bosh, edhe ka më usill në një vend që nuk ka kuptim. Pra nëse nuk pajtohemi që Zoti se ka pas për qëllim nga lënia e ujit edhe ushqimit edhe marrëdhënieve intime, veç ashtu po duhet që të rini und. Nëse nuk mundesh me e kuptu se kjo ka një urtësi, atëra agjërimin ku s'mundesh me ia qelluar që ka dashur me ba Allahu subhanahu wa taala. Pra duhet të nisemi te kjo pika, të pajtohemi për një gjë. Për çka të pajtohemi? Zoti i Madh nuk e do urinë për uri. Zoti i Madh nuk e do etjen për etje. Zoti i Madh nuk e do lënien e begatis për lënje, por e do për një qëllim mas perdës. E çka ka mas perdës ndërum xhamat? Cili është qëllimi? Cila është agjenda? Cilat janë pikat që Zoti i Madh te bareke ve teala dëshiron nga lënia e ushqimit, edhe pijes, edhe marrëdhënieve intime. Tham gjëja e parë që do me arrit Allahu subhanahu wa taala te ti, apo ti me arrit nëpërmjet agjërimit, cila është që ti ta gdhendosh nefsin tan, egon tane, mos kesh mos kesh ego, mos kesh mburrje dhe shkelje të tjerëve, sepse ti nuk e meriton këta. Njëri nuk e meriton mu lasdru të ndërum xhamat. Njëri nuk e meriton mu larsue. Allahu xhelala i lartëson njerëzit. Subhanalladhi asra bi 'abdihi. Allahu xhelala i madh është Allahu i cili aje ka ngrit Muhamedit alayhis salatu wassalam. A kish mujt Muhamedi sa vetëm me shkuën në Isra dhe Mi'raj? Jo, aje ka ngrit. Andaj edhe nëse kemi një ngritje, edhe nëse kemi një status, edhe nëse kemi një begati, ai na i ka dhënë. Dhe momenti çka ai, Allahun ti kira poshtë. E kira poshtë dhe o rrezik i madh. Është rrezik i madh. Andaj, shiko, gjëja e parë që duhet ta dim është që ta gdhendim nefsin. Ta dim se ki nefs është shumë i keq. Kjo egoja jona shumë e keqe. Kjo ego jon me mor ka e vrapa, në xhenem përfundon. Në xhenem përfundon. Jo rastisht Allahu subhanahu wa taala thot kriminalët na përfundojmë në xhenem. Pse? Se bojnë keq ata. Dhe ata nuk i nal kur gjë për xhenemit. Dhe Allahu subhanahu wa taala me kudretin e tina, çfarë? I bën që njerëz të vdesin. A mund që para menu në mrudhi mu pas kanë gjallë? Çka na kish bëhe? Por Allahu xhelala i çfarë? I neutralizon me kudretin e vet. A do gjëja e parë është kjo, gdhendja e unit. E dyta cila? E dyta të ndëruar xhamat është që ti lirohet vend zemrës. Se buka dhe uji i bëjnë presion. Andaj ti e liron zemrën për çfarë? Për dy gjëra. Për të menduar dhe për dasht dhe për të përmend Allahun subhanahu wa taala. Për ta përmend Zotin e Madh xhelel xhelalu. Bollmo me parët e tua. Bollmo 100, 200, ja dash 20 euro 20. Bollmo nalu pak, nalu se marr epizodet, veç për parë e na të vol. Veç për euro na të vol. S'dim diçka më tjetër. 20, 30, bëma kusurin na këta. Nuk kena të di diçka tjetër. Allah thot po, çka bën këto rob të mi?
Çka bojnë këto? Po unë me ushqej këto. Këto menojnë që me vetën e vetë ushqejen. Apo, mos me kanun me dal në bazar kur gjo hiç. Jo vallahi nuk desën mos me dal në bazar. Na nuk kena tu thon mos me dal në bazar. Ti dil puno. Po mos me ndomore se bazarit ta be bukën ti. Apo, andaj liroj pak në xherim zemrës pak, ne ta njohë pak Zotin e vet, ne ta përmendë pak Zotin e vet. Lej pak anësh parat, lej mos i përmend. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka pas tradit që kur ka pas një ushqim, një begati në shpinën e vet, se s'ka pas sikur na frigoriferit që me ditë të tëra për mujt të tër bëhet përgatitja. Jo, ka pas pejgamberi sa më shumë më pak. Dhe një ditë për ditë thot Aisha radhiyallahu anha, thot erdho begati, kishte do ushqime, edhe do pasurinta, do pare. Pejgamberi alayhi salatu wasalam e ka ditë se kjo ja zë zemrën. I ban zahmet zemrës, apo sikur kur hentin komunikacion aty ka shumë kera, e ki siklet ki, apo e ka thon mos ti bëj presion zemrës. Çka ka bëu pejgamberi alayhi salatu wasalam? Ka thon ban mi hazër Aisha, ban mi hazër, ti heki. Ka shku minjar fukarauja ka shpërndaje. Pse? Ka pas qef të ri rahat. Parja të ban problem. Një herë në zor me fitu, mësa një zor me rujt. Gjithë të ciklet për me fitu, mësa nëjna në kamera mësë më nëj vedh. Në shkojeta më ledhë në kamera, mësë ti vedh, apo ti vedh pare mësa një jep pare për me gjithë kur mi kanë vedh ato, apo ja vedh njërit 1.000 euro, mësa një jep 100.000 euro për me gjithë ato 1.000 euro. Që qështu nga dunjaja? Që kjo nga dunjaja të ndërum gjëmat? Allah pëse të sprovon tije? Për me të kalëzu, zemrën e kpute me të ora, liroje. Kjo është qëllimi. Allah thot, nale pak bukën, të kujtohet Allahu subhanahu wa ta'ala, të kujtohet Zoti i Madh xhelle xhelalu. Anja i prap ka me dhon buk, ama njerë kujtoj Allahu subhanahu wa ta'ala. Edhe e treta cilat të ndërum xhamat, që t'ja dim kadrin vlerave çka i kena, begative çka i kena. Sa për begative të ndërum xhamat i përdorim nuk e dim shiqirin. Sa na që kemi me hangër, nuk e dim se dikush s'ka me hangër. E Allahu do thot agjëro, mos ha ta ditën. Kyre që e ka i ta njetën. Ti ta nditën çka bane. Ai ta njetën e ka mundsi dikush, mendzi se e nxjerr bukën e gojës. Sa njëri mendzi se e mrin ushqimin e familjes vet, sidomos ata vëllezër dhe muslimanë dhe motra muslimane që janë për luftra dhe për skami. Allahu ndihmov ya rabbal alamin. Apo na zgjedhna të ndërum xhamat restoran, menia. Edhe i thot gryes vet masi e ka bëu bukën se pas ke bëu shumë mirë në çfarë se kam lip një tjetër. Ata s'kan me hangër. Ati manovron. Ati du s'ma ke bëu mirë. Mos ma prekni mu lukën, mos ma prekni mu e gotën. Ti bash me në madh në sofrën e begat, në sofrën e plot, e ata s'kan me hangër. E Allah gjalla, për shka e ka ba gjërimin? Qfar kuptimi ka të ndërum xhamat? Tan ditën me nejta gjërushëm, edhe në fund mu përla, për çka? Për një sofrë të musht. Se s'ta ka bo mirë. Apo? E haj shka s'ka. Po qysh të këshirë Allahu ti në ato momente kur ti e përbuz begatien e sofrës tane, kur ti si gnash familjen tane, kur ti shkel begatit e tua, krejtja ka dhënë Zoti prap mbroltri. Çka do të më dhon ti Allah? Kallzona, çka do të më dhon ti që ti Allah më thon, kur kimi buçeshte be? Kur kimi kam me ti i lumtur? Po ti çfarë kije? Nëse ti ke me këto të mira ti nuk kesh, kur kimi kesh ti? Kur kimi kon? Andaj agjërimi këta e ka për qëllim të ndërum xhavat. Tjetra, thot Abdulrahman el-Hambali, thot për me angushtuar rrethin shejtanit. Sepse ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, shejtani ka çarkullon gjaki i birit Ademit. E gjakin çka e çarkullon më mirë? Çka i krijon atij, domethën intensitet me pompue më shpejt? Buka, ujë, apo kur është pa bukë pa ujë vetëm me gjallë. Apo e prit veç iftarin. E ki pa kur i agjërushëm, ai ka problem me depërtuati. Do të shkam çka çakulloj ti, shkam çka çakulloj. Ai ki pa ti kur ha buk miliard flejet. Që do në thotë flesh tash. Para sabajt, a e ki bashka thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, pak para sabajt, besimtarit i thot shejtani, ka be vakt, i kanë metë edhe 5 minuta, thot habe ka vakt, 1 minutë, a disa shumë janë 1 minutë me flet, po vëllë se si ngiti me 6 sahat, 1 minutë ka me të bodo bia, ama thot 1 minutë, shejtani as thot, deri ka vakt, s'ka më vakt qumin njerë. Për këtë arsye të ndërum xhamat, ta kuptojmë se qëllimi i agjërimit cili me angushtuar rrethin. Nëse nuk janë ngushtojnë rrethit keqës, ka me hangër e keqja. Nëse nuk janë ngushtojnë rrethin të keqës, e keqja ka me në hangër, që të këqia të ndërum xhamat, që ka vazhdimisht shoqëri para parazitën, sidomos të rinia jonë, të reja tona, që ne vazhdimisht shohim edhe video, që si përlahen, se si degradojnë, se si shahen. Kjo ka arse nëse kena ngushtuar rrethin të keqës. Ai prindi cili ka leju ashtu me ndodha jo, ai se ka ngushtuar rrethin të keqës.
Apo e kur s'ja rreshtojnë, kur s'ja ngushtojnë rrethin të keqës, çka ndan? Atëra ajt mertije, ajt merti përpara. Andaj kjo është lufta jonë me shejtanin. Thot Allahu xhel xhelalu, shejtanin e keni armik, merre për armik. Ti sa dush të unë s'du me këtë me pas punë. Ai ka punë me tije. Ai ka punë me tije. A mundesh mi thon ti mendimeve mos um hajti? A mundesh mi thon ti vezveseve mos um hajti? Ti gjithë thuj mos um hajti, ato vin. Andaj Allah thot mbrojo, pse ka zbrit kul a'udhu bi rabbil falaq, kul a'udhu bi rabbin nas, se vezveset vin, çitjet vin, e nxitja për të keq vjen. Andaj duhesh me kan agjurushëm për ta mposhta me ngushtur rrethin. Dhe qeta të ndërum xhamat prej dobive të agjërimit, cila ta kujtosh. Çka nëse të le me hangër për gjithmonë? A kjo ka me ndodhin ditë për ditëve? Njerëzit që do të hinë xhenem, Allah mos ta vopi xhenemlive, ja rabbal alamin. Allah na shkruajt emrat tonë në banor të xhenetit, ja rabbal alamin. Por çeta janë atu ninue, por çeta janë atu agjërua. Jo pse janë tradit, sa për tradit pe prishme një herë. Sa për pse ninojnë veç njerëzit ta prishemi një herë. Po pse Zoti i Madh xhel xhel ka bë kutiba aleikum, ne u kena bë farz. Ja kena bë farz. Pse u kena bë farz? La'allakum tattaqun, as asin xhenem. Shkurt. Ti tu ninu mos me hin xhenem. E në xhenem të ndërun xhamat. A ka me hangër? A ka me pi? A ka me nejt në tavolin? Nga rrik? E jo. Ati ka azab. E ti e kujton për këtu, qka i bije mës me pi uj? E vetë mja kërkes e banorëve të xheneb, në xhenem, a ditin cëllat të ndërum xhamat? E vetë mja kërkes ushqimore është qfar? është pin. E fidhu alejna minel mai au mimma razaqakumullah. Xhenemlit, Allah në arruj për asaj gjendje kur mëse pafim, ja rabbal alamin. Kanë me thonë xhenemlit, xhenetlive kanë me thonë. Allah ja u ban me komuniku. Thot, këshiri aj ku ka shku, këshiri ti ku keme, se kjo aj ashton edhe azapin. Aj ka i në xhenet, ti sën ki hije. Allah e mos ta mundsof me kam piktin e poshtë, pa pjatin e nalt. Çka i thonë xhenemlit, xhenetlive? Allah në ka thënë në Araf. Ju thot xhenemlia, xhenetli thot, e vidhu alejna, gjumave pakuj, gjumave u shkrumova. Apo, e qatë ditë u shkrumova ti pisot dhe kujton, shumë keqa me met pa uj. Apo, andaj gjëja e parë që ka e ban ti niftar, apo, përveç atyre që janë dvarë për duhanit, e merë ujin e erë. Bismillah ujin, apo, pse do mi lag venat, do e kanë cigare, do me pa cigare, apo. Ka loj njerëzit, apo, Allah ju zof, ja rabbal alamin. Allah pa e prish mirë me cigare do ta prishe. Ka dale, o insan, ke azhuru për Allahun xhel xhelalu. Ke nejt ta nditën pa buk. Pi uj si insan, haje urmën si insan, e ma vonë më sanena, bane atë haramin edhe atë me kryujnë që ka e banë. Ama jo mini herë, apo, ala ujin, cigarën dore ma, ka dale insan, ka dale pa, ka dale. Për kanë një nove, për në fund të ashtë është cigarëna. Për këtë asyje shiko, Allahu gjelena i kujton eve, a i disa keqe me met pa uj po, gjenem lia veç uj ka me lip. Më sanena, i thot, o, qka do kovë be dishka, gjuna be dishka, pena ma veç dishka ta heki këtë zhek. E a i zhek, nuk o një dit, nuk o një muj, nuk o një vjet. Munët me kanë me miliona vite, e runa Zot për qufart ka me kanë për gjithmonë. Allahun gjelle gjelalu e lusim që asë njëherë mos jemi për banorëve zjarit, ja rabbal alamin. A dhe të ndëruar gjëmat, të pajtohemi se agjerimi nuk është për qëllim që të mbet besimtari i uritur dhe i etur, por është për qëllim që Allahu subhanahu wa taala në përmjet agjerimit t'ja ngrit gradat atina, t'ja regulon devotshmërinë atina, t'ja bën Allahu subhanahu wa taala karakterin e tina, karakter njeriu që i ka hije, sikur që ka kriju Allahu subhanahu wa taala. A dhe të ndëruar gjëmat, lusim Zotin e Madh te bareke ve teala në këtë ditë xumaje, ditë Ramazani, Allahu na mundson që të arrijm qëllimet e Ramazanit. Allahu na mundson që për këtë agjerim që e kena t'ja nxjerrna dhe t'ja vjelna frytat, të cilat Allahu subhanahu wa taala i synon nëpërmjet ligjvënies të agjerimit. Lusim Zotin e Madh xhelel xhelalu në këtë ditë xumaje, ditë të madhe, ditë Ramazani, që krejt musliman lindje dhe perëndim, e sidomos në këtë kohë ku ndoshta edhe bota është për ndonjë kaosi, që veç Allahu subhanahu wa taala ka ndor ardhmërinë e njerëzimit. Lusim Zotin e Madh që Allahu t'i ruan muslimanët nga sherrri sharraxhive, Allahu t'i ruan muslimanët nga krimi kriminalëve, Allahu t'i ruan muslimanët dhe të dobtit e muslimanëve nga e keqja e çoroditjeve të çoroditësve, nga ata të cilët nuk ngopën me gjak, e nuk ngopën me padrejtësi, e nuk ngopën me zullum. E lutim Zotin e Madh që Allahu t'i
paralizon duart e zullumçarëve, ya Rabbal Alamin. Në këto ditë të mëdha të Ramazanit, Allahu t'i ruan muslimanët, mos t'i harroj muslimanët e dobët, mos t'i harroj muslimanët që kanë skamje dhe kanë vështirësina, për shkak se na jetojmë në begati të Zotit te bareke ve teala. Lutim Zotin e Madh xhelel xhelalu, që Allahu gjunaat tona t'i fal ya Rabbal Alamin, mëkatet tona t'i fal ya Rabbal Alamin. Lutim Zotin e Madh xhelel xhelalu, që Allahu t'i përmirëson zemrat tona, që Allahu t'i përmirëson shpirtat e ton, që Allahu t'i përmirëson trupat e ton, të gjitha këto bashkërisht i nënshtrohen Zotit Madh xhelel xhelalu. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim walhamdulillahi rabbil alamin. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. فقد قال عز من قائل في كتاب العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وتراويحنا وقرآننا وتلاواتنا يا رب العالمين. اللهم بلغنا ليلة القدر، اللهم بلغنا ليلة القدر يا رب العالمين. اللهم أصلحنا وأصلح شأننا وأصلح ديننا الذي وعصمة أمرنا. اللهم أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اللهم أصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا يا رب العالمين. اللهم عليك بالظلمة، اللهم عليك بالفسقة يا رب العالمين. اللهم اضرب الظالمين بالظالمين ونجي المسلمين والمؤمنين سالمين غانمين يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. قال الله سبحانه وتعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأقيموا الصلاة.